Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hithra, sekreti që trajton çdo problem shëndetësor, ja si ta përdorni. Anemia është një sëmundje e cila shkaktohet nga mungesa e hekurit ose si një shenjë shoqëruese e një problemi tjetër shëndetësor. Simptomat e anemisë përfshijnë lodhjen, rënjen e flokëve, takikardinë e të tjerë. Ilaçet dhe kurat farmaceutike janë të shumta, por duhet të keni kujdes nga suplementet e hekurit. Kujdesi nis duke mësuar më shumë për efektet anësore të këtyre suplementeve. Hekuri shkakton oksidim në organizëm që sjell probleme në tretje. Sipas të dhënave, për të parandaluar një problem të tillë duhet të rrisni konsumin e ushqimeve të pasura me hekur siç janë barishtet, bishtajoret, panxhari, majdanozi e të tjerë. Nëse preferoni të konsumoni suplement, siguroni që të siguroni përthithjen e këtij minerali duke e shoqëruar gjithmonë me ushqime të pasura me vitaminë C. Pas diagnostikimit dhe medikamenteve të rekomanduara nga mjeku, ju rekomandojmë të përdorni edhe këtë kurë natyrale me hithër dhe limon. Hithra është e pasur me vitamina dhe minerale, ndër të cilat veçojmë hekurin. Ajo ka aftësi që të përmirësojë tretjen dhe të pastrojë gjakun. Limoni është gjithashtu i fuqishëm në pastrimin e organizmit dhe në përthithjen e ushqyesve. Limoni është i pasur me vitaminë C që, siç e tham, ndihmon në përthithjen e hekurit nga ushqimet. Kura me hithra dhe limon kundër anemisë. Duke parë vlerat e këtyre përbërësve, vjen natyrshëm ideja e bashkimit të tyre në një kurë të vetme kundër anemisë. Përbërësit janë 5 lugë gjelle me gjethe të thara hithre, mund të përdorni edhe gjethe të njoma, lëngu e një limoni dhe 1 litër ujë. Përgatitja: zieni ujin në një tenxhere, kur sapo të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe shtoni hithrën e thatë. Mbylleni kapakun dhe lëreni hithrën të tretet në ujë për 5 minuta. Më pas, kullojeni lëngun, shtoni lëngun e limonit dhe nëse dëshironi pak mjalt. Nëse keni gjethe të njoma, atëherë zieni bashkë me ujin. Këtë pije mund ta pini përgjatë ditës, por jo gjatë vakteve. Për shembull, mund të pini një gotë me stomak bosh, një paradite dhe një pasdite. Pija duhet konsumuar për 15 ditë për të shtuar nivelet e hekurit dhe gjithashtu për të parandaluar aneminë. Pas këtyre 2 javëve, kufizojeni pirjen e lëngut në 1 gotë në ditë. Mos harroni të bëni limonin pjesë të vakteve tuaja për të përmirësuar përthithjen e hekurit. Majdanozi i freskët është gjithashtu një produkt që duhet ta konsumoni sepse përmban shumë vitaminë C. Nga ana tjetër, hithra ka vlera të pabesueshme për shëndetin tuaj. Hithra është një bimë tërësisht premtuese e cila mundet që të trajtojë mjaft sëmundje, si për shembull Alzheimer, artrit, astma, bronkiti, gurët në veshka dhe skleroza. Ajo të përvolon që me prekjen e parë, por pavarësisht drithërimës është e pamundur të heqësh dorë prej saj. Në Shqipëri ne hithrën e përdorim në metoda nga më të ndryshme, të duke filluar që nga gatimet e byrekut deri tek zgjerrja e saj si një sallatë, por hithrat janë përdorur prej kohësh për të kuruar një sër sëmundjesh, duke filluar që nga alergjitë, veçanërisht ato të cilat janë të shkaktuara edhe nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë saqë praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që ne të gjithë duhet të dimë është se hithra shërben si një trajtim natyral për shumë sëmundje pa efekte anësore. Ajo përkundrazi jep përfitime mjaft të mëdha. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zbogthin dhe për të hequr yndyrën e tepërt nga flokët tuaj. Sipas ekspertëve, në Gjermani hithrat shiten si një bimë medicinale, sidomos për sëmundjet e prostatës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjethet e hithrave përdoren shumë për sëmundjet e reumatizmës, artritit dhe të tensionit të lartë të gjakut, si edhe për sëmundjet e zemrës
dhe rënjën e flokëve, ciklet femërore, alergjit, hemoroidet dhe ekzemën. Nëse e vendosni hithra në gishtat e prekur nga artritja, atëherë ju do të shikoni se kjo dhimbje do të largohet sa hapën mbyll syt, duke reduktuar atë deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar deri më tani, përfitimet të cilat vijnë nga hithra duket se janë vërtet të mëdha për shëndetin. Prandaj, më e mira që ju mund të bëni është që të përfitoni sa më shumë nga kjo bimë, duke qenë se tashmë jemi edhe në sezonin e saj. Sipas ekspertëve, ne kemi identifikuar vlerat më kryesore të hithrës, të cilat ju këshillojmë që t'i ndani edhe me miqtë tuaj. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lufton alergjit, ndihmon me diabetin, i jep forcë fetusit tek nënat shtatzën dhe ndihmon me prodhimin e qumshtit tek gratë lëhona. Çliron nga simptomat menstruale dhe gjithashtu ndihmon me fryrjen dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Nga ana tjetër, shkatëron gurët në veshka dhe ndihmon me shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon me sëmundjet respiratore dhe gjithashtu redukton rreziqet e sëmundjeve të prostatës, ndalon gjakderdhjet, zvogëlon inflamacionin, minimizon të vjellat, shëron nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, ndihmon me sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacionin. Duke u përdorur si një larës goje, mbron dhëmbët nga probleme të shumta. Ndihmon në trajtimet e sëmundjes së Alzheimer dhe sëmundjeve të tjera nervore. Shkatëron krimbat e zorrëve dhe parazitëve. Mbron shëndetin e tiroideve, shpretkës dhe pankreasit. Si të përdorni hithrat? Mjafton që të zjeni hithrat në ujë të valuar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, para se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun sepse hithrat mund të ndikojnë tek një sër ilaçesh. Është provuar që nëse jeni duke marrë ilaçe për diabet dhe pi lëng hithre, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, tensionit të gjakut dhe sheqernave në gjak do të ulet ndjeshëm. Përse djegin hithrat? Shumica prej nesh e kanë provuar njëherë në jetë të dhimbjen dhe përvëlimin që ndjen kur prek hithrën, qoftë edhe aksidentalisht. Por çfarë ka kjo bimë që na djeg kaq shumë? Një mësues kimie ka shpjeguar që hithrat janë të mbuluara me push. Në momentin që pushi juaj bie në kontakt me lëkurën, majat e pushit thyen dhe shërbejnë gjithashtu si gjilpëra tepër të holla përvëluese, duke transmetuar helmimin nga bima në lëkurë. Dikur mendohej që burimi fillestar i dhimbjes nga pickimi i hithres ishte një acid, por së fundmi shkencëtarët kanë zbuluar që ky acid është në nivele shumë të vogla. Tani kimistët fajsojnë 3 kimikatë të njohur si histamina, acetilkolina dhe serotonina që gjenden në vrerin e bimës. Çuditërisht, serotonina është një neurotransmetues i njohur si hormoni i lumturisë, por i kombinuar me 2 kimikatët e tjerë funksionon si irritues. Të 3 këta shkaktojnë inflamacion dhe shumë dhimbje. Arsyeja pse djegja dhe dhimbja zgjasin shumë është se në lëngun e lëshuar gjenden edhe 2 acide të tjera, të cilat së bashku shkaktojnë shumë dëm. Nëse përballeni me një takim të tillë përvëlues me hithrën, mos bëni banjë ose mos u lani me ujë të ngrohtë. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.